ndërtuar një qark elektrik me helik. Për të ndërtuar atë na duhet një motor i vogël, një helik, 2 kapse përcjellëse, tela përçues, një çelës, mbajtja e baterisë dhe bateria. Në fillim unë kam lidhur telin e kuq të mbajtjes së baterisë me çelësin dhe më pas me kapsen e zezë. Në mënyrë që nëse ne ndezim çelësin, helika mund të rrotullohet. Përveç nëse ndezim, kurse nga ana, kurse nga kapsa tjetër, elektriciteti vjen drejt për drejt dhe nuk ka nevojë që ta ndezim ose ta fikim çelësin. Dhe kur e ndezim çelësin, helika rrotullohet. Në këtë rast si është qarku? Në këtë rast qarku është i mbyllur. Kurse kur e fikim, qarku është i hapur. Bravo. Një qark dhe kam vendosur 2 lampa, 2 bateria në krah të kundërta për cilësin dhe çelësin. Nëse ndezi, lampa ndizet, është qark i mbyllur. Nëse e fik, është qark i hapur. Bravo. Fillon. Ne deri tani kemi mësuar se si t'i bëjmë llampat Një qark të thjeshtë. si qark i thjesht. Dhe në këtë mësim ne kemi mësuar se si t'i bëjmë më të mëdhaja. Lere, s'ka gjë se mjafton që duket të ndezur. Një qark, Do me thënë t'i shtojmë qarkut më shumë element. një qarku me shumë element, nëse ja heqim një llampë, ajo dy të tjera do të ndriçojnë më shumë. Nëse ja heqim të një llampë, do të ketë aq shumë energji elektrike sa që një llampë vetme mund të digjet. Se përballondohet. Për këto unë përdora të dyja përdora 4 tela përçues, 2 bateri dhe 2 lampa. Po tani këtu ti ke 2 qarqe të thjeshtë. Po, Unë dua një qark nga që shkova dje në shtëpi vonë. të përbërë me shumë element. E shkova në shtëpi vonë. Atëherë, në momentin që ndizet llampa, Në moment që lampa ndizet është një qark i mbyllur. Në moment që fiket është një qark i hapur. Okej. Faleminderit.